Shumë mirë, do të kemi momentin e librit. Dhe flasim për doktor Zhivago. Mirë, po doktor Zhivago natyrisht është një libër që ja vlen të lexohet, natyrisht që po, dhe do të kuptojmë arsyet më pas edhe me Agim Baçi si gjithmonë këtu në studio për të kuptuar, por është vënë në ekran dhe shumë shpesh. Pati mbahet mend edhe realizimi i tij, ndoshta i pari në vitin 1965, ka qenë një prodhim italo-anglez, ku shohim dhe Omar Sherif, dhe ndërkohë që Gimi vjen në studio me ne, unë të propozoj të ndjekim një sekuencë shumë të vogël, shumë e bukur, e cila na jep një atmosferë rusie dhe mbase na fut paksa në atmosferë për të folur pastaj për Pasternak dhe doktor Zhivago. E ndjekim. Nga ato filmat kult që shumë njerëz i shikojnë dhe i shohin ende edhe sot. Absolutisht. Janë vërtet shumë interesant. Po mirë, le të flasim. flasim. Tani do të shkojnë në shtëpi ta shoh. Se para ditë realisht i ndon shumë. Ne gjithsesi këshillojmë librin në fakt, por edhe pse filmi her pas here lë shumë për dëshiruar kur ke librin dhe e kupton. Po flasim pra për doktor Zhivagon e Boris Pasternakut sot. Gim Baçi, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, mësy Gjeda. Kjo një ndër veprat kryesore nga rusët e shekullit të 20. Shiko, u bë dhe vepër e jashtëzakonshme për shkak të historisë, se si u botua historia e Pasternakut, pra e tha Mira Ulona në fillim fare, domethënë tha doktor Zhivago dhe Pasternaku, si dy histori krejt ndryshme, dhe pse është libri, vetë Pasternaku është historinë në vetvete. Për gjithë ato që nuk e dim shumë, libri është botuar në mënyrë të fshehtë dhe dokumentat e thonë nga CIA. Po, është folur KGB-ja, CIA kanë qenë. Po, është botuar në Hollandë, ndërkohë që të drejtën e botimit e kishte Feltrinelli, po duke ditur ndikimin e madh të Partisë Komuniste Ruse tek komunistët italianë, ato e botuan fshehurazi. Dhe dhënia e Nobelit dhe më pas historia e refuzimit për shkak se detyruan të refuzonte Nobelin e bëri Pasternakun gjithnjë më të diskutueshëm dhe më të famshëm, me një histori që saç është histori dashurie, aq është dhe histori për të shpjeguar se si ndryshuan brezat në një revolucion që ndikoi jo vetëm në Rusi, por që një efekt domino mbi shumë vende, një për cilave sa është historia e tyre. Në fakt është një lloj autobiografie, sepse pra si libër ai ka shumë tërheqje për ta lexuar. Po s'pari ajo që do ta sugjerojmë është një histori dashurie, e jashtëzakonshme, pothuajse duket sikur nuk e rrugëzitje tjetër. Por disa dashuri duket sikur e fusin në një hulli krejt tjetër këtë, domethënë në një krah ti një jurin që rritet me tanjen dhe pastaj vjen lara e pa kundërshtueshme, si një dashuri që nuk mundet dot ta refuzoj dot. Si e pa refuzueshme, sepse edhe nga përshkrimet e Pasternakut duket sikur ti nuk ke asnjë zgjidhje, se duket sikur i bashkon qielli, sikur i bashkon toka, sikur kur ecin ato sinkronizohen dhe gjethet, sinkronizohen dhe përshkrimi është tillë që ti thua që prit se që nga e thënë që vetëm këto të dy e si të kanë natën dhe ditën dhe hënën dhe diellin dhe domethënë i tillë është përshkrimi i Pasternakut për këtë dashuri, duket sikur e ka shkulur të gjithin në një rraf që të bën ta ndjesh gjithë librin. Pavarësisht se mund ta lexosh dhe politikisht, ke parasysh për shkakun që aty një njeri që e rilexon, se në leximin e parë nuk bën sy, është për shkakun që në fillim fare ai e di thotë që prit se kur muzhikët thotë marrin ca drejta që nuk i kanë patur kurrë, domethënë e kanë vështirë të menaxhojnë ato dhe ato marrin thikën thotë dhe i godasin këto që del përpara. Pikërisht është ai revolucioni se cili ishte fati i familjeve që kishin drejtuar, dhe ky do revolucioni ku do ta çonte këtë. Ne kemi parasysh për shkak që aty ka një njeri i pasur dhe për shkak se jati pianez dhe që luante e kishte humbur gjithë pasurinë, mund të shkon në një pikë për shkak që të mbeten në mendje gjatë që është burri gruaja dhe fëmia që do të ha dhe vetëm një patate në tavolinë, domethënë që nuk të shqitet kurrë nga mendja i lloj varfërie që ne duket Shqipëri e kemi në fund viteve 80, midis viteve 80-90. E kemi konstatuar. I sjellën Shqip në shqiprimin mjeshtror të Xhemile Zykajt, pedagogja ime rusisht, sinqera fjala. Nga shtëpia botuese Fanoli, është një histori dashurie.
siç lexoj në shpinën e librit, këtu thotë ata e dashuronin njëri tjetrin sepse këtë donte gjithë shkarët e tyre, toka nën këmbët e tyre, qielli mbi kokat e tyre, ret dhe pemët. Ajo dashuri u pëlqente gjithë shkaje dhe të gjithëve që i rrethonin, ndoshta më shumë se vetë atyre. Është ajo që po thonim pak më herët pra që kjo ishte një destin, po çfarë ka bërë këtë Gimi, do të pyes si histori dashurie. Dhe histori dashurie ka shumë, ëh. Kemi Romeo dhe Julietën, kemi Tristanin dhe Izoldën, kemi lloj-lloj çiftesh, por doktor Zhivago gjithashtu mban një vend eksaktësisht për këtë. Shiko, ai jepet, domethënë, ti thua që ky nuk po mendon fare për familje tjetër, edhe nuk është të divorcohet, vazhdon të ketë një dashuri kështu të pamatë, duke sikur nuk ka zgjidhje tjetër, edhe ti lexon i imponuar që thua që pritë, nuk ishte të shbënde, duhet ta donte këtë patjetër, duhet dashurohej me këtë, nuk mund të përmbaj. Si ta kuptojmë? Ta kuptojmë se Pasternaku ka thënë që asnjë nuk është i imunizuar, ne duhet të shikojmë vetë brenda vetes tonë, për të bërë pyetje vetes që pse i duam, pra nuk ka garanci se i ke thënë ti njeriu të më të dashur të duam, ngjes dhe kjo të garanton ty që je imun, domethënë, ti duhet mendosh për të. Duhet të jesh i përkushtuar për të, duhet ta kesh në mendjen tënde, duhet fillosh ta mendosh botën ti, ai dhe ajo, ti dhe ajo ose ti dhe ai. Pra, nëse nuk e mendon kështu, ka mundësi që të gjesh të çarë edhe të hyn figura të tjera, domethënë pamje të tjera. Na mëson ky libër si të dashurojmë më mirë? Ndoshta? Apo më fort, apo më thellë? Ky libër jep atë ylberin e madh të gjithë ngjyrave, domethënë të dashurisë në fakt. Dhe nëse nuk na bën të dashurojmë më mirë, na bën të kuptojmë se çfarë fuqie të madhe ka dashuria. Jo se është libri i parë që shkruhet për këtë. Tash kemi libra edhe ti i përmendë, por mënyra se si vjen Pasternaku dhe edhe për moshën që ai ka, ku bëhet fjalë për moshën e rënies në dashuri me këtë, është gjithmonë për të thënë që njeriu nuk mund të thotë e ka mbyllur. Ka gjithmonë brenda tij një fuqi që mund ta bëjë. Çështja është a je i Zotit ta ruash atë dashurinë dhe të shikosh tek personi që me cilën ke dashuruar gjithë fytyrat e dashurisë tënde? Jo, po gjej me shumë mendje se po pëlqen. Pasternaku, ndaj dhe historia Pasternakut. Sa ç'është e rëndësishme në libër, është e rëndësishme jashtë librit. Janë botuar të libra, domethënë e bia ka botuar libra për Olgën se si i është përkushtuar, ai është rehabilituar vetëm pas vitit 88 dhe libri është pranuar vetëm pas vitit 88. Është një libër që trombiste dhe u futën gjithë këto raporte sepse fliste për revolucionin, fliste për një lloj dashurie tjetër, një lloj letësie dhe vetë Pasternaku aty përmend Tolstoin, përmend Dostojevskin, i ka ato parasysh se kush janë gjigantët e letësisë, për cilën ai ka përgjegjësi se thotë janë pasuesi të tyre dhe do ta ngrej lart. Dhe është një histori siç themi në jo histori dashurie, po histori për dashurinë. Bukur, mirë, shumë mirë. Ja, prapse duhet lexuar ky libër. Janë nga ata libra që duhet lexuar patjetër. Janë, le të themi, këtu fillon gjithçka, apo jo pastaj këto letërsie. Zysha juaj e ka fatmirësisht e ka sjellë në mënyrë shqip, domethënë është. Po, vërtet Xhemile Zyka është vërtet shumë e apasionuar mbas letërsisë, përkthimit e njoh shumë mirë dhe vërtet ka bërë një punë shumë të mirë. Faleminderit që ishe sot me ne. Okej. Mirë, atëherë ky ishte pra libri që vinte nga shtëpia botuese Fanoli, që ne donim të servirim sot. Natyrisht, javë pas jave do të sillim të tjera tituj interesant që besoj do ta zbukurojnë në fundjavën tuaj. Natyrisht, nëse ju do të ndiqni këshillin që ne japim. Po. Mirë. E mbyllim në një javë me grushtë. Një javë tjetër përgjithësi. Ne kocemi sepse edhe gjatë fundjavave jemi gjithkohës duke folur për emisionin dhe duke menduar për gjithçka, por që të paktën ju shijojeni 8 mars si sot mos harroni, dhuroni qoftë edhe një lule të vogël grave që keni rreth rrotull, do bëni të shumë. Po edhe festoni në fund të fundit, pse jo? Gjithsesi. Okej, shihemi të hënën së bashku, fundjavë sa më të këndshme. Ciao.